Fjalën e ka kërkuar Ministri i Drejtësisë, zoti Lamallari. Drejtuese e seancës, në fakt do ta nisja me një konstatim jo vetëm gjatë ditës sotme, teksa raportonte kryetarja e KLP-s, por edhe gjatë ditës hënë, kur kishim raportimin e prokurorit përgjithshëm dhe prokurorit të prokurisë posaçme, si dhe të kryetarit të KLG-s. Tani, duke qenë se ne flasim gjithmonë për drejtësi, drejtësia fillon rreth parë nga respekti që ne tregojmë ndaj atyre që na ftojmë këtu dhe i dëgjojmë. Dhe mjaft që është sallën bosh këtu dhe nuk është në nderin e këtij parlamenti, që për më tepër fritë. Të lutem një sekond, mos më ndërprit. Të lutem. Dhe ju lutem mos ndryni nga salla. Ju lutem. Thirren këtu, tentohet të bëhet show me ta. Tentohet të futen një debat që ato nuk duhet ta bëjnë, sepse nuk kemi me armë të barabarta dhe nuk është as pak në nderin e këtij kuvendi që ose ftoj dhe dëgjoj deri në fund dhe mos komentoj mbi komentet e tyre, ose shikoni formulën në mënyrë që debatin politik ta bëni këtu brenda. Dhe kjo është në respekt të punës së gjithë secilit dhe atributeve që ne me ligj ju kemi dhënë atyre. Lidhur me pyetjet e bëra dhe nga deputetët këtu, duhet sqarojmë rreth parë se udhëzimi ishte një pyetje e zotit Kapri, i cili nuk është këtu në sallë, ashtu siç është bërë e udhës këtu që bëjmë pyetjet për krerët e institucioneve të drejtësisë, por më pas deputetët përkatës largohen. Edhe në rastin konkret, megjithatë unë në respekt të qytetarëve unë do t'i kthej përgjigje, nuk është e vërtetë, në fakt udhëzimi numër 2, datë 26/6/2025, për metodologjinë e mbledhjes së të dhënave statistikore kombëtare të sistemit drejtësisë është miratuar, ashtu siç kemi marrë angazhim karshi Komisionit Evropian. Gjithashtu lidhur me regjistrin elektronik të dokumentacionit për çështjet punësore, puna po ecën shumë mirë, nuk ka kurfar shtyrje të afatit të dakordsuar me Komisionin Evropian, i cili është qershor 2006 dhe ju sjell në vëmendje që po nga ky kuvend është miratuar më herët ligji numër 12/2025, pra vetëm këtë vit, i cili amendon ligjin 133/2015 dhe rrjedhimisht duhet jemi shumë të arsyeshëm kur ne diskutojmë për plane realiste për bërjen të mundur plotësisht të sistemit digjital të çështjeve të prona, gjithë dokumentacionit prona në Shqipëri, i cili po zhvillohet në bashkëpunimin me projektet të financuara kryesisht nga fondet të Bashkimit Evropian, dhe procesi aktualisht po ecën shumë mirë, ashtu siç ishte dakordsuar edhe me Komisionin, duke filluar me pjesën e skanimit të kartelave pronësore apo edhe referencave përkatëse, si dhe digitalizimin e të dhënave kartelave pronësore. Kështu mund të ketë qenë për referencat mbi 65% herën e fundit që kërkova informacion dhe mbi 50% për kartelet pronësore, kështu që është një proces që po vjon normalisht. Dhe mbetemi të angazhuar që ta bëjmë këtë të mundur sipas afateve që ne kemi dakordsuar bashkërisht dhe me Komisionin. Lidhur me kodin penal. Tani, unë nuk mendoj që kodi penal apo çfarë do kodi tjetër matet me numrin e dispozitave që ai ka, por në thelb matet me cilësinë dhe me garancitë që ai ofron në mbrojtje të interesit publik, të qytetarëve, të ekonomisë dhe parandalimit të krimeve të ndryshme që mund ndodhin, përfshi dhe ato më të fundit që shfaqen si tendenca kriminale me evolucionin e teknologjisë dhe kudo, jo vetëm në Shqipëri, në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Nuk është nevojë të bëjë referenca në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, të cilat kanë kode mbi 700 apo 800 dispozita, pra kryesisht kodeve penale. Italia ka 730 e sa, Spanja gjithashtu, por nuk mundet, nuk është arsyeshme që ne të pretendojmë se kemi më shumë palishmëri apo kishim palishmëri dhe nuk e dinim duke matur me numrin e dispozitave. Kjo i përket teknikës legjislative, se si harmonizohen dispozitat në një kod, se si detajohen apo bëhen bashkë në një dispozit, kjo është çështje teknike.
Ajo çfarë është e rëndësishme është që ne të adresojmë 54 direktiva të Bashkimit Evropian, pra të aki komuniter, të cilat duhet të bëjnë pjesë e kuadrit ligjor vendas, dhe në fund të kemi një produkt i cili garanton gjithëpërfshirjen, transparencën, dhe që nga data 25 korrik, në mes korrikut kur është lançuar për herë të parë ai draft, si një material shumë i mirë për të provokuar diskutim dhe që pra atëherë janë zhvilluar një sër tyryezash konsultative. Ditën e djeshme ose para 2 ditësh më saktë patëm dhe me komunitetin e biznesit, ku patëm fillimisht skepticizmin i bazuar vetëm nga ajo çfarë paraqitet në media, por pasi njihen me draftin, sigurisht kanë proceduar dhe me nisjen e draft dhe komenteve të tyre. E njëjta gjë vlen dhe për institucionet e ndryshme. Kemi disa institucione të drejtësisë të cilat e kanë marrë shumë seriozisht këtë draft dhe kanë përcjell, kanë ndarë me ne si në tyrezat e diskutimit, por edhe me shkrim kanë përcjell komentet e tyre. Ka materiale voluminoze me komente shumë konstruktive. Ka edhe të tjera që nuk i kanë sjellë ende, por megjithatë me datë 5 nëntor unë si ministri i drejtësisë kam thirrur takimin e gjithë krerëve të drejtësisë për të diskutuar pikërisht për kodin penal dhe jam i bindur që në fund të ditës do të kemi një produkt i cili është më i miri që ka pasur Shqipëria dhe që do të ketë Shqipëria për vitet që do të vinë, pasi bën së bashku të gjithë institucionet, të gjithë njerëzit me përvojë, mendit e ndritura të jurisprudencës shqiptare, me gjithë argumentet e kundërta që ato mund të kenë, por që mbeten në fund ditës vetëm substanciale, dhe do jetë një dokument i cili sigurisht do t'i nështrojë dhe procedurës zyrtare të marrjes të përthithjes së mendimit të institucionet të ndryshme, përfshi ato të pavarura të drejtësisë, dhe më pas për të marrë dhe dakordsinë dhe dritën e jeshile nga Komisioni Evropian. Thënë këtë, edhe këtu ka një sens urgjence, sepse në udhërofyesin për shtetin së drejtës, i cili është një dokument i konsultuar dhe dakordsuar dhe me Komisionin Evropian, në kuadër të negociatave për kapitullin 24, ne kemi rënë dakord që brenda vitit të ardhshëm ne të kemi draftin e hartuar dhe gati për miratim. Kështu që procesi ka vazhduar shumë mirë. Ne kemi përfituar një sër komentesh dhe tyrezat e konsultimit po zhvillohen dhe ditën e sotme dhe në ditët në vijim. Dhe sigurisht çdo kush mund nga institucionet e gjykon vetë se si e aranxhon agjendën, por nuk mendoj që kur vjen puna tek institucionet e drejtësisë, ka disa që janë më të rëndësishme edhe ka disa që janë më pak të rëndësishme në kuptim të kohës që ata kanë. Kështu që nëse disa prej tyre kanë sjellë tashmë drafte të konsoliduar pa komente të qëndrueshme mbi draftin e paraqitur që në mes të korrikut, mendoj që edhe të tjerat në kuadër dhe të kryes së detyrave karshi Bashkimit Evropian do t'i sjellin komentet e tyre. Lidhur me komentet e bëra në drejtim si të kreut të KLP-s, KLG-s dhe institucioneve të tjera, prokurorit përgjithshëm dhe prokurorit posaçëm, sigurisht të komentosh mbi një situatë e cila të autorizon, siç e përmendi me drejt dhe këta krerë, pra Konventa Europiane për të drejtat e njeriut, në një 10 përkatësisht, në mbrojtje të interesit publik, në mbrojtje të ligjit, në mbrojtje për të parandaluar krimin apo çdo kaos që mund të krijohet, sigurisht çdo kush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Pra ka lirinë e shprehjes dhe mjafton që mos cënoj elementet tjera që garantohen nga ligji. Dhe referenca që u bë dhe nga kryetare e KLP-s ishte shumë korrekte, duke marrë në konsiderat jo vetëm përcaktimet e Konventës Evropiane për drejtat e njeriut, por mbi gjitha për një element shumë të rëndësishëm që ju nuk e dini nëse nuk doni ta dëgjoni apo pretenduat sikur nuk e dëgjuat.
Sa po tha që do të ishte parajgjykim nga ana jon, si KLP, nëse ne do të shpreheshim mbi këtë gjë, duke qenë se Ministri i Drejtësisë e ka avancuar më këtë çështje. Kështu që për sa kohë unë kam kërkuar që institucionet merren seriozisht me mbrojtjen e interesit publik, çdo institucion duhet të qëndrojë brenda kuadrit ligjor dhe mos të komentojë publikisht edhe pse ju ja kërkonin. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti ministër. Fjalën e ka zoti Arjan Doja, 7 minuta. Përgatitet zoti